Thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ne ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam nuk të dërguam diçka tjetër vetëm mëshirë për mbar botë. Hajrin dhe mirësinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ja pan pasuesit dhe besimtarët, gjithashtu pejgamberit Allahut ja pan mirësinë dhe ata që e shoqëruan dhe jetuan në kohën e tij. A nuk tha Allahu në Kurani Kerim: "Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa anta fihim." Allahu nuk e ndëshkon një popull për derisa ti je gjallë në luftën e Ahzabit, Khandekit. Pejgamberin Allahut Allahu Azza wa Jall e ndihmon me erë. Mirë po era në kohën e pejgamberit Allahut që i shpartalloi jo besimtarët armiqtë e pejgamberit Allahut, nuk ish era dhe stuhia siç ishte në kohën e Hudit. Allahu Azza wa Jall e çoi një erë të lehtë. Vërtet e shpartalloi armikun mirë, po nuk I mbyti armikt. A dini përse? Për shkak se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte pranë tyre. Mëshirë për mbar njerëzimin. Allahu Azza wa Jall thot: "Nuk e ndëshkon Allahu një popull përderisa ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam je në mesin e tyre. Dhe nuk e ndëshkon Allahu Azza wa Jall një popull përderisa ata kërkojnë falje dhe bojnë astaghfirullah, kërkojnë që Allahu Azza wa Jall t'ia falë gabimet e tyre."